neve shikojmë që nga Testamenti i Vjetër kishin shumë njerëz të besimit. Kishim, nëse mbani mend, kishim Noeun. Noeu ishte një nga ata burra që Perëndia i kërkoi dhe i tha dhe e udhëzoi që të ndërtonte një varg, edhe i kërkoi që të ndërtonte një varg, dhe për 100 e ca vjet Noeu e tallë. Dhe i than, e quajtën të madh, derisa filloi të binte shi në atë pjesë të zonës. Pretendohet një nga gojdanat ose nga historitë, në zonën që Noeu ishte nuk binte shi. Edhe në asaj kohe ra. Kemi Abrahamin, që Abrahami u sfidua me besimin e tij, Perëndia i dha një djalë dhe i tha, mirë, ta dhash, tani sakrifikoje për mua. Kemi Jozefin, që Jozefin vëllezërit e vet e torturuan, e shifën, edhe në fund Jozefi siguroi për familjen e tij. Edhe Jozefi e tha me zë të lartë, siç themi ne me figurë dhe me zë, që ju e nisët për keq, por atë të keqen që juve e nisët, Perëndia e përdori për mirë. Pra që të bekonte familjen dhe të siguronte përzinë e bukës që ra atëherë. Kemi Davidin, kemi Danielin, pastaj kemi gra si Sara, Ruthi, Esteri, dhe një model për gratë sot është edhe Ana, që neve do të ndalim, nëna e Samuelit, një nga profetët e mëdhenj të Izraelit, historia të cilit është treguar në 2 kapitujt e parë e para Samuelit, që si lindi Samueli, dhe pastaj fillon dhe historia edhe le të themi edhe shërbesa e Samuelit në kapitujt më vonë. Nëse e nis të lexosh parën e Samuelit, ti do kesh qef të vazhdosh të lexosh kapitullin e parë, të dytë, edhe aty të tretë me radhë. Aty do të mësosh dhe do të shikosh se si Perëndia e thret Samuelin që t'i shërbej Perëndisë. Ai ishte shumë djalë i ri. Mund të ketë qenë edhe, ky është amendësimi im, se këtu nuk është se na thuhet një periudhë kohore. Mund të ketë qenë edhe e adoleshent. Se në fakt aty thuhet që ishte shumë i ri, po se sa i ri, ishte shumë i ri. Një nga ato gjërat që neve mësojnë gratë e besimit durojnë problemet e vërteta. Në fakt, po të shikosh se sot ka burime goxha të mëdha edhe në internet, edhe po të kërkosh vetëm të shkruash në Google për gratë e besimit në Bibël, do të dalin, edhe një nga këto është edhe Ana. Edhe është pak sfiduese për mendjen njerëzore, kur të thuash pse pikërisht Ana vuajti për kaq kohë. Sepse ato, nëse e vu re që në fillim ato ishin 2 gra, edhe kishin dhe ato le të themi ato grindjet e tyre. Nuk e dim se për çfarë Elkau kishte 2 gra, por neve vum re që Penina kishte fëmijë, kishte çuna, kishte vajza, pra bi dhe bija. Edhe në këto momente ata shkonin vit për vit dhe shkonin të bënin pra ato sakrificat e tyre. Edhe Penina e acaronte, e thalte, edhe thoshte ti s'ke fëmijë. Je vënë të re, nëse po ta mbani aty tek e para Samuelit kapitulli i parë, dhe të rikujtohet historia, e vënë të re që ndërsa ata po shkonin, Zoti do siguroj, Zoti do siguroj, Zoti do siguroj. Siç
siç lexuam edhe te teksti aty mund të ketë thënë ja kam burrin, paktën ka burrin. Dhe burri thot, po tani ti thot ç'ke që shaf? Ja, ke mua sa për 10 fëmijë. Jo një, po 10. Aq që vështirë ishte ta mbaje të burrin, sa ishte sa për 10. Po përsëri zemra e saj nuk ishte e mbushur, nuk ishte e plotësuar. Edhe është e vështirë në momente të tilla të mbash besimin të. Ana vjen në momentin që e ndërsa po vjen dhe po ofron ato sakrificat që ata kishin për të ofruar, Ana nuk hante, sepse ata kalonin mund të ketë qenë një javë që kalonin atje duke shpenzuar për t'i dhënë, për të ofruar këtë. Edhe nuk po hante. Edhe gjithashtu ajo po i lute Zoti po lëviznin vetëm buzët. Edhe prifti që ishte atje, thot ti, pas e pirë? Jo, thot, Ana i kërkoi Perëndis. Gjitha bëv vullneti yt. Thot, ti do ma japësh fëmijën, unë ty do ta afroj përsëri. E vini re, te teksti, masi Ana lindi fëmijë, edhe fëmija bë në një moshë të caktuar, ai mund të ketë qenë shumë i vogël që mund të qëndronte vetëm pa nanën të ushqej, të kujdesej. Se ai që në momentin që ishte në një moshë, pretendohet 9 ose 10 vjeç, që në një moshë që ai mund të kujdesej për veten e vet, ai qëndroi tek tempulli i Perëndisë e deri në vërtet. Në kapitujt më vonë edhe mësojmë që Ana lind edhe fëmijë të tjerë. Pas një kohe shumë të gjatë, lind djemë dhe vajza. Por pse pikërisht kjo? Një nga mendimet që njerëzit japin, ta që janë studiues, le të themi të thellë të Biblës edhe me gjuhët origjinale, edhe që në këto momente neve shikojmë që ofroi përsëri Perëndis atë çfarë ajo kishte, Perëndia i kishte dhënë. Edhe duke patur këtë lloj besimi pra. Por siç e nisa pak më përpara që një nga ata thonin hamensojnë, se nuk është se është shkruar rresht mas rreshti, fjalë mas fjale në Bibël, por Perëndia po priste kohën e caktuar që të vinte profeti, pra Samueli, edhe Samueli përmbush një pjesë shumë të mirë të historisë biblike, edhe detyrët që ai i kishte. Një nga gjërat që neve mund të mësojmë ne e dim, edhe kur nuk marrim përgjigje për të tilla gjërash, neve shpesh herë nuk e dim cili është qëllimi i Perëndis. Neve kemi shumë të vështirë kur nuk arrijmë dot të shikojmë, le të themi, dritë në fund të tunelit. Por gjërat që neve mund të shikojmë dhe mund të mësojmë janë të drejtët në fakt vuajnë, shpesh vuajnë. Edhe nëse juve do mendoni kush po të lexojmë historinë e Jobit, është goxha histori e dhimbshme. Vuajtja, të jesh i besimtar, të jesh i krishter, nuk do të thotë që ti automatikisht përjashtohesh nga vuajtja. Por neve e dim që jetojmë në këtë jetë, neve e dim, ja për shembull, njerëzit e pranojnë natyrshëm këtë kohë. Tani është kohë virozash, tani është kohë alergjish, janë të natyrshme këto. Për shembull, sa që kanë alergjin më të theksuar, që ka që i lotojnë syt, ka që i kullojnë hundët, ka që kolliten, nuk arrin dot të kontrollojnë këto, le të themi, këto simptoma, por e pranojmë që janë kalimtare edhe themi do të kalojnë për viroza. Pra është një kohë e tillë, domethënë.
edhe neve të gjithë si njerëz do të vinë dhe do t'i kalojmë këtë vuajtje, nuk përjashtohemi. Ajo diçka tjetër ne që mësojmë dhe që është shumë e rëndësishme nëse e mbajmë mend gjithkohës është dhe koha në lutje që neve duhet të kalojmë me Perëndin. Këto lloj hidhërimesh, këto lloj pikëllimesh, këto lloj të thuash, nuk e di, peng që të ka ngel në shpirtin tënd, është vetëm Perëndia që të kupton, është vetëm Perëndia që të dëgjon. Dhe shpesh herë neve shumë njerëz mbyllen pikërisht për këtë gjë, sepse edhe thonë që po të flas me këtë ose me atë nuk do të kuptoj. Edhe e di shumë mirë dhe nuk gjen dot njeri që të kupton. Por gjithashtu neve dim që Perëndia është ai që na kujton. Një grua e besimit, unë do thosha një person, një besimtar, si Ana ose si Abrahami ose si Noeu na shërbejnë dhe të na kujtojnë edhe që të gjithë njerëzit, pra besimtarët, durojnë problemet e vërtet, bëjnë lutje të gjata me gjithë shpirt, gjunjëzohen përpara Perëndisë, përjetojnë çfarë Perëndia siguron. Çdo gjë që ty të vjen në jetën tënde si e mirë materiale ose si qetësi shpirtërore, ne duhet falenderojmë Zotin. Të shkëlqejnë në mbajtjen e premtimeve. Një nga gjërat kryesore që vum re këtu ishte pikërisht pjesa kapitullit 2, që Ana priti në momentin që djali ishte, nuk e di si e thoshin ta, zvorth. Në fakt nuk e bëra dot të studimin e kësaj fjalës. Çfarë do të thënë? Po ajo është e vogël, po në momentin që fëmia shkon në tempullin e Perëndis, ai ishte, sepse atje nuk ishte gra, domethënë, ai ishte në gjendje që ai të kujdesej për veten e tij. Po nuk e kuptoj dot. Shikojmë pjesën e fundit të kapitullit parë, pra, vargjet 24 e vazhdim. Ajo shkoi dhe ofroi Perëndis, ofertën Perëndis, mori dema të vegjël, 3 dema të vegjël, 3 viça. Dhe ja shkoi dhe ja ofroi Perëndis. Jo vetëm që ofroi ofertën Perëndis, por tha, Perëndi ti më dhe djalit. Unë pash me sytë e mi një fëmijë që të lindi prej meje, tani unë ta kam falur ty, unë ta kam dedikuar ty. Edhe ai djalë u rrit pikërisht në tempullin e Perëndis. Ju kujtohet një gjë që është kryesore, një pikë kryesore në të gjithë këtë histori që neve mësojmë është të mbajmë fjalën e dhënë, pikërisht me Perëndin. Sa herë kemi thënë neve Perëndis kur jemi gjendur në situata të vështira: o Zot, të lutem, më ndihmo, më beko, më bëj që të zgjidhet ky problem, se unë do bëhem i mirë, do e tregoj besimin tim, po ç'kemi do rregullojmë këtë motë. Edhe në momentin që neve e kalojmë këtë situatë të vështirë, neve harrohemi. Harrohemi edhe premtimin që i kemi dhënë Perëndis. Edhe kjo shpesh herë na bën neve që të gjendemi në situata shumë të vështira, ashtu siç është edhe pjesa që nuk dim se çfarë të bëjmë. Një gjë kryesore që vlen për tu theksuar edhe për tu kujtuar është, nuk e di, unë paktën nuk të besoj, është vetë një nga mësimet që unë kam marrë, le të themi, në Bibël është që Testamenti i Vjetër Perëndia del haptazi dhe qartazi dhe dënon një person që nuk ose e bën që të paguaj pasojat për premtimin që nuk ka dhënë. Edhe këtu theksohet shumë qartë. Ju kujtohet edhe më përpara që neve e gjetëm këtë pjesë.
e kemi theksuar që dha fjalën edhe e mbajti, por Perëndia i urren nga ata që nuk mbajnë fjalën. Madje edhe Jezusi thot, lejoni, bëheni që poja juaj të jetë po dhe joja juaj të jetë jo. Edhe këto në fakt janë si ato, le të themi, betime solemne që duhen mbajtur. Për shembull Mateu 5, vargjet 33 dhe 30 deri në 37, Jezusi flet për këtë gjë, pikërisht për këtë, për të mbajtjen e fjalës. Sa acarohemi, sa mërzitemi ne kur nuk e mbajmë fjalën e dhënë. Po ti vetë pse mrem qaf? Apo ndodhur që kur është gënjej, ose sa acarohemi, sa mërzitemi neve kur lëm një orar të caktuar që do shkojmë do takohemi dhe ai tjetri vjen me vonesë dhe pa pikën e respektit e thot, a vonova që ka. U mërzitet, po ja, po çash Allah, po s'fane. Po në fakt ti jo torpë me fasule që zjen nga brenda. Pra, ajo çfarë desha të theksoja, besoj që maza jam gabim, por besoj që Perëndia është bërë më i mëshirshëm e më i dëruar me Jezusin për shkak të gjakut të Kristit që derdhë, sepse është vazhdimisht. Se një nga arsyet kryesore ishte që ata sa herë që bënin mëkate, sa herë që bënin gabime, shkelje të fjalës së Perëndisë, ata ishin detyruar që të shkonin tek tempulli për të ofruar sakrifice. Ndërkohë që sakrifica jonë vazhdon të jetë në kryqe të derdhit gjaku. Prandaj dhe Perëndia nuk na shikon në atë syre. Por kjo nuk do të thotë që ne mos pendohemi. Perëndia është i duruar, por jo i harruar, nuk të harron. Perëndia na pret gjithsecilin që ne të mbajmë fjalën e dhënë, të mbajmë premtimin e dhënë. Neve themi, kemi besim dhe forcohemi, shtrëngohemi dhe themi që Perëndia do të na bekoj, Perëndia do të siguroj. Neve e themi këtë me plot gojën dhe themi Perëndia nuk bën kështu tilla gjëra, nuk i njeh Perëndia. Atëherë pse mos të quhemi dhe ne bij të Perëndisë me gojën plot dhe themi që edhe Perëndia thot, po, ky është biri im, ky është besimtar, ky e ka besimin e tij të sinqert. Ky do bëj të pamundurën që ta mbaj premtimin e tij, që ta mbaj fjalën e tij. Ne duhet kemi gjithmonë gjëra që neve mësojmë, pra është që neve për shkak të besimit që kemi te Perëndia dhe ne në momente të caktuara kur shikojmë mbrapa vështirësitë që kemi kaluar, themi si u duruam ne këtë. Po për shkak të besimit jemi duruar. Për shkak të besimit neve jemi lutur. Për shkak të besimit neve jemi në gjendje që të shikojmë bekimet e Perëndisë. Për shkak të bekimit neve e mbajmë premtimin. Për shkak të besimit neve lavdërojmë Zotin dhe japim lavdinë Perëndisë. Mirëpaqja dhe hiri i Perëndisë qofshin mbi secilin për ju. Shumë